Të nderuar delegat të Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, e nderuara kryesuese Arbrie Nagovci, një herë zgjedhë kryetare e grupit parlamentar të Vetëvendosjes në Kuvend të Republikës, e nderuara kryetare e grave për vetëvendosje dhe kryetare e Kuvendit të Kosovës dhe ushtruesit e detyrës së presidentes të Republikës, kërkoj falje nëse kam harruar një funksion tjetër që ka. E nderuara nënkryetare e Lëvizjes Vetëvendosje Mrika Limani Myrtaj, të nderuar sekretar i përgjithshëm i Lëvizjes Alim Rama dhe koordinatore e komiteteve profesionale Dejona Mihali, i nderuari Axhavni, së shpejti do të udhëheq edhe seancën tjetër, besoj. Sa i radhe të legjislaturës së 11 dhe kështu pak e nga pak po të bëhet edhe ty një mandat si kryetar kuvendi. Njerëzit do të fillojnë të thojnë dehari 3 ndoshta në verën e vitit 2026, deputet, ministra, zëvendës ministra, kryetar komunash, aktivist, mbështetës të lëvizjes e qytetarët të Republikës sonë, kolegë, motra dhe vëllezër, zonja dhe zotëri, ju falenderoj për mbështetjen dhe besimin që keni të ne si lëvizje dhe tek unë si kryetar e si kryeministër. Ju falenderoj për nominimin që natyrisht është nder, por është edhe përgjegjësi e madhe. Është një detyrim historik ky që kam ndaj jush, është një detyrim që ne kemi ndaj gjithë kombit shqiptar dhe ndaj Republikës sonë. Këtë detyrë do ta përmbushim e s'na ndal dot askush, sepse syt veshët mendjen zemrën i kemi të përqendruar te qëllimi ynë më sublim për parimi i kombit tonë. Pa mbështetjen tuaj të qëndrueshme dhe masive nga çdo fshat, e nga çdo qytet, nga çdo lagje, e nga çdo familje, nga brenda vendit e nga diaspora, ne nuk do të mundeshim të kapërcenim vështirësitë e mëdha shoqërore e historike të cilat janë paraqitur në të shkuarën tonë. Por me ndihmën tuaj, me bashkëpunim, me bashkëveprim të sinqert me gjithë ju, me sakrificë e me punë, pa u lodhur asnjëherë, jam i sigurt se ne do të tejkalojmë çdo pengesë, çdo sfidë përfshi këtu, edhe këto vështirësi disi absurde që po na paraqiten në të tashmen, dhe çdo pengesë e sfidë që mbase nuk do të na mungojnë as në të ardhmen. Jemi në një tjetër fushat, në prag të saj formalisht, në një tjetër ballafaqim me të kaluarën përmbajtësisht, që nuk do të vdes kur, siç duket, pa u përpjekur edhe një herë të na e marr frymën. Por ja që ne jemi këtu të pa thyer më të fortë se kur, me duar të pastra e me ball të hapur. Të dashur miq, sot është 9 maj në kryeqytetet e Evropës. Kjo ditë festohet si dita e paqes dhe bashkimit në fitore kundër nazifashizmit. Por për ne në Prishtinë, ku jemi mbledhur për herën e 63 në Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, kjo ditë nuk është thjesht një datë shënuar në kalendarët e diplomacisë, është një pasqyrë e vullnetit tonë. Janë dy shenjat kësaj date, nga njëra anë Evropa dhe nga ana tjetër lufta dhe fitoria kundër politikës dhunshme e antidemokratike, politikës së shkatërimit të gjenocidit që përfaqësonte nazifashizmi. Evropa për Kosovën nuk është një stacion i thjesht ku duam ne të mbërrim, por një vlerë që e mbajmë për brenda nesh e që e tregojmë me punët dhe veprimet tona politike si subjekt politik dhe si qeverisje demokratike. Kur themi Kosova në Evropë, nuk e kemi fjalën për ndonjë farë zhvendosje gjeografike, po për zhvillim vleror. Ne po e ndërtojmë Evropën këtu, me drejtësi, me punë dhe me dinjitet. Kosova në Evropë, sepse tashmë Evropa në Kosovë.
Me të njëjtat vlera, ne pra po e ndërtojmë edhe demokracinë tonë, duke qëndruar pa kompromis kundër formave klienteliste, politikave tribale e të dhunshme, kundër korrupsionit e krimit, kundër lajmeve të rrajshme, kundër disfatizmit dhe degradimit të shtetit e të shërbimeve publike, kundër të gjitha atyre fenomeneve që populli ynë i urren dhe asesi nuk do të lejoj që të kthehen ndonjëherë. Jemi sot saktësisht 29 ditë larg 7 qershorit, pra nesër 4 javë janë zgjedhjet e reja e të jashtëzakonshme, të cilat vinë më pak se 5 muaj pas zgjedhjeve të kaluara ku ne shënuam 51% të votave. E ato vinin 10 muaj pas zgjedhjeve ku ne fituam 42% të votave. Prej shkurtit deri dhjetor, pra në vitin e kaluar u rritëm për 9%. E nëse rritemi po aq prej dhjetorit deri në qershor, atëherë vërtet do të mund të prekim më 60%. Nëse punojmë ashtu siç veç ne dim, ashtu siç e kërkon situata, me sinqeritet dhe për kushtim, edhe kjo padyshim që është e mundur. Sa herë po na bllokojnë, ne po rritemi e ata po marrin përgjigje edhe më të fortë nga populli. Megjithë këto, unë jam i mendimit që si shtet, si shoqëri, si institucionet sistemit që duhet funksionojnë në mënyrë demokratike dhe efikase, ne nuk kishim nevojë për zgjedhje të tjera të reja kaq shpejt. Duket sikur dikush, mase ndonjë strateg që rre nga hija që drejton nga prapaskena veprimet opozitare, po mendon që zgjedhjet janë të domosdoshme. Ndoshta janë për dikë, por jo për popullin e për shtetin. E kjo po ndodh me qenë se përballë nesh kemi një opozit që ka kuptuar se nuk mund ta mund popullin, prandaj ka zgjedhur ta bllokojë shtetin. Ata mendojnë se duke bllokuar zgjedhjen e presidentit do ta bllokojnë vullnetin popullor. Por jeta nuk bllokohet me procedura dhe vullneti i popullit është i gjallë. Vullneti i popullit shqiptar të Kosovës nuk është një nen kushtetues me të cilin mund të abuzoj dikush, është forcë e historisë që na shpije pandalshëm përpara. Të nderuar pjesëmarrës të Këshillit Përgjithshëm të Vetëvendosjes, poeti ynë kombëtar Naim Frashëri flet për qiriun që tretet vetë për të bërë dritë. Pra për të bërë atë dritë e cila na mundson të shohim e të njohim njëri tjetrin, cili vërtet e do vendin dhe popullin ton, e cili do thjesht pasuri e fitim për veten e vet. Drita është ajo që na bën natën ditë, dhe drita jon, drita e vetëvendosjes, buron nga e vërteta e thjesht se ne nuk i takojmë pushtetit, por pushteti i takon popullit. Shpesh na akuzojnë se jemi teorik, por shifrat e shtetit janë poezia më kokëfort e realitetit tonë. Ja një shifre këtill. Kur ne erdhëm pushtet, ishin 10 terminale doganore private, sot të gjitha terminalet doganore janë shtetërore. E pra, kjo shifër kaq faktike, kaq e thjeshtë dhe e kuptueshme, na shpjegon se pse janë qartë dhe nuk pranojnë asgjë tjetër, por vetëm të bllokojnë. Dikur millin pare nga terminalet private, por sot paraja shkon tek ai që punon e kursesi tek ai që vjedh. Sot ne kemi një ekonomi që prodhon vlerë, nga 7 miliardë euro sa ishte bruto produkti vendor kur ne morëm detyrën, po e prekum 12 miliardëshin tani. Kjo nuk është rritje në letër, është rritje në tavolinat e bukës, është rritje e mirëqenjes dhe mundësive, është rritje e investimeve dhe e fitimeve. Edhe para nesh dikush fliste për rritje, pra ishte rritje e vogël e për pak njerëz. Ne e bëm rritje për të gjithë, mesatarisht 6% bruto produktit vendor çdo vit, e si vjet gjithashtu do ta kemi rreth 4% sikurse në vitin e kaluar. Shifrat tona janë pra fytyra e dinjitetit të ri të Kosovës për Kosovën.
E kemi rritur edhe bugjetin e Republikës për 2/3, nga 2.4 miliard sa e gjetëm, si vjetër 4 miliard euro, ata që dikur vëllnin në gjithë shka, nga asfalti deri te shkollat, sot çuditën se si mund bëhet punë pa vjedhur. Sekreti është i thjesht e madje edhe publik, mjafton të punosh për zemrën e jo për xhepin, të planifikosh me tru e jo me bark. Kemi rritur pagën minimale nga 130 përkatësisht 170 euro sa pa të gjetur, në 425 euro sa është aktualisht dhe 500 euro siç do të bëhet prej një korrikut si vjet. Paga minimale 500 euro e patatueshme. Kush e do popullin, ja rrit të ardhurat atij, kush do pushtetin për vete, ja vjedh ato. Dhe jo vetëm që paga minimale do të jetë 500 euro e patatueshme për punëtorët, por edhe për bizneset, sidomos ato të vogla që duan të rriten. Kjo është një ndihmëse jashtëzakonshme për shkak se 6.000 euro të para do të jenë të patatueshme. Kemi punësuar mbi 80.000 qytetarë të rinj këto 5 vitet e fundit, punësimin e kemi ngritur nga 350.000 sa ishte në 430.000 qytetarë të punësuar. Papunësia ka rënë nga mbi 25% në më pak se 11%. Pra, para 5 vjetëve, edhe më shpesh se çdo i katërti ishte i papunë, e tash që po flasim, edhe më rrallë se çdo i nënti është i papunë. Para 5 vjetëve, vështirë ke mundur të gjesh në familje pa dikët papunësuar, ndërka që tash nuk mjaftojnë as 2 familje që ta gjesh dikët papunë. Përmes programit Superpuna, mbi 23.000 të rinj e treja gjetën vendin e punës me pagën minimalit garantuar për 6 muaj nga shteti. Kemi dyfishuar eksportet dhe investimet e huaja direkte, investitorët pra vinë aty ku ka shpresë dhe Kosova është vend i shpresës e i fitimit. Në gazetat amerikane evropiane këto javët e fundit po shkruhet për sukses të Kosovës në punësimin e rinor, sidomos për sektorin e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit. E pra, atje ku më parë shihej dyshim, ne mbollëm besim dhe po korrim zhvillim. Për herë të parë në historinë e Kosovës kemi ofruar shtesa universale për mbi 400.000 fëmijë dhe rreth 80.000 nëna lehona. Së fundmi shtesat për fëmijë edhe u rritën dhe nuk u morëm para taksave për t'u dhënë pushtetarëve siç është bërë në kaluarën, por u shpërndam ato fëmijëve e nënave e gjithë popullit të Kosovës, sepse këta fëmijë janë e ardhmja ashtu sikurse edhe familjet e tyre që janë e sotmja e ekonomisë dhe zhvillimit tonë.